Atëre, faleminderit që keni ardhur. Shpresoj që mos tjetë diçka e lodhshme dhe bezdishme. Sidoqoftë gjykimin do e bëni ju në finale. Arsyeja që fillova të merrem me cilësinë e ajrit në Tiranë ka qenë një humbje që kam patur unë në familjen time, duke ditur që cilësia e ajrit luan një rol shumë të rëndësishëm në shkakton sëmundje të ndryshme, ndërmjet tjerave dhe sëmundjet kardiovaskulare, infarkte cerebrale, problematikën e azmës e tjerë, këto i njohim të gjithë, bronkitet. Një njeriu im rrinte gjithmonë në një mjedis që unë nuk e kisha verifikuar në atë kohë, por ky studim do e tregoj që ishte shumë i ekspozuar ndaj grincave, materialeve që qëndrojnë në suspension. Dhe për sëmundjet kardiovaskulare është kritik kjo situatë. Nga ana tjetër, gjatë Covidit kam lexuar artikuj, rastësisht një artikull shkencor që bënte një korelacion të ngushtë ndërmjet cilësisë së ajrit edhe sëmundjes së Covidit në lidhje me vdekshmërinë, shkallën e përhapjes dhe njëkohësisht edhe me agresivitetin e shfaqjes kësaj sëmundje. Me fjalë tjera, një njeri që është ekspozuar për 5 apo 10 vjet në një mjedis i cili është i ndotur, ai ka gjase që të kaloj Covidin shumë më keq se një person që jeton në një mjedis të pastër. Njëkohësisht rritet dhe probabiliteti i humbjes jetës në Kinë dhe Indi, për shembull, sikurse do e shohim, deri në 27% luan rol mjedisi. Tani, njeriu është njohur prej edhe në lashtësi me problemet e pandemisë dhe njihen të paktën rreth 20 epidemi dhe pandemi. Këtu kam paraqitur 2 figura, 2 foto nga gripi spanjoll, i cili vlerësohet se ka pas humbje jete deri në 80 apo 100 milion njerëz. Dhe në fakt ai quhet gripi spanjoll për kuriozitet sepse Spanja në atë kohë ishte një vend neutral, nuk ishte i përfshirë në luftë. Ndërkaq të gjithë vendet europiane ishin përfshirë në luftë edhe kishte censurë. Kështu që informacioni në lidhje me humbjet e jetës, me shkallën e rrezikut të gripit në atë kohë vinin vetëm nga Spanja. Dhe për këtë arsye u identifikua si grip spanjoll, por burimi, origjina nuk është në Spanjë në fakt. Për herë të parë Covidin e deklaroi, ju e dini, një mjek në Kinë, doktor Li, me sa mbaj mendun, i cili me siguri ka patur probleme me atë deklaratë që bëri, por për fat keq ai humbi jetën pikërisht edhe për shkak të Covidit, mbas disa muajsh. Dhe kjo u deklarua në nëntor 2019 dhe pastaj në mars të 2020 u përhap në 163 vende, përrjedhoi u deklarua pastaj pandemia globale. Ajo që ishte interesante në artikujt veçanërisht të fillimit edhe në për gazeta, thuhet që kjo është sëmundja e të pasurve, sepse u vu re që në pjesën veriore të Italisë, që është më e zhvilluar, kishte frekuencë më të madhe, njëkohësisht edhe vdekshmëri më të madhe. Dhe shkencëtarët pastaj treguan se si është e vërteta. Kjo lidhesh me problematikën e ndotjes së ajrit në këto zona. Dhe në Lombardi dihet që është nga rajonet më të ndotura të Bashkimit Evropian sot. Para ca ditësh kishte edhe një artikull për Milanon me një situatë vërtet të rëndë. Tani, Covidi ishte shokues për gjithë ne, atë izolim nëse kemi përjetuar asnjëherë. Dhe u ngritën shumë pyetje që ju i shikoni këtu, ndërta ishte edhe ajo që mos ishte një, si thua, mos ishte e sajuar, mos ishte një konspiracion, që ende edhe sot ka shumë njerëz që besojnë se Covidi ishte iniciuar për arsye nga më të ndryshmet. Por ajo që është e rëndësishme është marrëdhënia që kishin atë kohë politikbërësit me shkencën.
ata i bën impresion shkencës që të nxirrte më njëherë vaksinën. Në një kohë që në fakt shkenca nuk i bën gjërat sot për nesër, duhet investosh sot për të patur produktin mbas 1, 2, 3 apo 5 vjetësh. Dhe kjo foto është ilustrim shumë i mirë në fakt që tregon mosbesimin që ka politika ndaj shkencës dhe anasjelltas. Por një gjë është vërtetuar që duhet të investosh në kohë të qeta, në kohë paqe, për të përballuar pastaj situata kritike siç është rasti i virusit. Ka një artikull shumë interesant editorial të kryeredaktorit të gazetës të revistës Science, i cili thotë që ju nuk mund na detyroni ne, na krijoni presion tani që si thua ka ardhur veza për të dalë, por që ne nuk mund t'japim gjëra të përshpejtuara, por ju duhet bëni investimin në kohën e dur. Covidi kishte një impakt shumë fish, ekonomik. Kujtojnë atë kohë që më thonin në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte pothuajse falas nafta, sepse depozitat ishin mbushur aq shumë dhe s'kishin ku çonin prodhimin e ri. Pra, një rënje ekonomike e jashtëzakonshme. Sistemi shëndetësor u ndodh në kolaps. Italia që mbahet, Gjermania, e kështu me radhë, vende të tjera, Spanja. Por njëkohësisht pati një impakt dhe në sjelljen e njerëzve. Ne nuk i jepnim më dorë njëri tjetrit, nuk përqafonim njëri tjetrin dhe ky shembull këtu e ilustron shumë mirë këtë. Nga ana tjetër pati dhe një impakt edhe psiqik. Ka patur njerëz që kanë kaluar depresion në atë periudhë me mbylljen. Dhe njëkohësisht ajo që ne e quajmë, si thua, të falur, komunikimin, që e quajmë që askush më pengon mua për komunikimin, vumrej që pas ka faktorë që mund ta pengojnë komunikimin, atë marrëdhënien me njëri tjetrin, atë që të bashkohemi, të jetojmë bashk, të pim një birë bashk, të gëzojmë bashk, izolimi i solli këto. Kam studiuar rreth 100 artikuj, edhe më shumë, shkencor, jo gazeta, sigurisht, në të cilat konfirmohet që ka një korelacion shumë të ngushtë ndërmjet grimcave që janë në suspension, grimcave shumë të imta, që mund të depërtojnë dhe në sistemin e qarkullimit gjakut, dhe vdekshmërisë nga Covidi. Në disa artikuj, në një shumicë biles, flitesh edhe për shkallën e përhapjes, pra një mjedis i kontaminuar kishte një shkallë përhapje më të madhe të virozave për shkak të këtyre grimcave që qëndronin pezull, pra që e përhapnin, e transmetonin, si thua ishin si një automjet që dikush kur të shtin vendoset mbi këto grimca dhe qarkullon në ajër. Studimi më i plot nga gjithë këto që shikoni është ajo që është bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky studim përfshin 98% të popullsisë në Amerikë, duke patur statistika shumë të sakta lidhur me demografinë, por njëkohësisht edhe me frekuencat e smundjeve të ndryshme, ata përfshin 98% të popullsisë dhe arritën në përfundimin që ka një lidhje të ngushtë ndërmjet grimcave të imta dhe njëkohësisht problematikës që shfaq Covidi. Dhe aty po të vini re thot, vetëm me 1 mikrogram për metër kub, nëse shtohet përqëndrimi i PM2.5-ës, PM2.5 pra janë grimcat e vogla me përmasa 2.5 mikrometër, 1 milimetër ka 1000 mikrometër, pra këto janë 2.5 mikrometër që qëndrojnë pezull se nuk kanë mas të mjaftueshme për të sedimentuar dhe qëndrojnë pezull në lartësinë që ne marrim frym, vinë edhe në katin e 6, edhe në katin e 7, ku edhe unë banoj. Po kështu në mënyrë analoge, edhe në Angli, rritja me 1 mikrogram për metër kub, rritë rastet me Covid në masën 12%, thuhet. Dhe në Spanjë është bërë një studim i ngjashëm. Në Itali u vure që në jugun e Italisë kishte 3 herë më pak vdekshmëri se sa në veri. 12% ishte në Lombardi, kurse në jug ishte 4% vdekshmëria. Pra, pothuajse është dominuese koherent ideja që ndërmjet Covidit, vdekshmërisë dhe shkallës së rrezikshmërisë ka një korelacion shumë të ngushtë. Tani, nga na vijnë këto grimcat, është problemi. Në vendet jo shumë të zhvilluara, 50 deri në 60% burim janë lëndët fosile, nafta,
qymyri, druri e tjerë. Korça për shembull në periudhën e dimrit duhet të jetë shumë problem. Edhe ne s'kemi studime, po do ishte interesante që të kishim një lidhje ndërmjet periudhës shfaqjes së smundjes në Korçë, veçanërisht në periudhën e dimrit, frekuencës, po ashtu dhe rrezikshmërisë. Kurse në vendet e zhvilluara është deri në 80% nga lëndët fosile. Pastaj pjesa tjetër në vendet si Shqipëria janë ndërtimet sigurisht, por dominues problematik janë makinat. Makinat, ne s'kemi industri që djegim naftë shumë ose qymyr ose shtëpit ngrohen me korrent për fat të mirë në Shqipëri, sepse ndryshe do ishte akoma më ngarkuar situata në Tiranë apo në qendrat kryesore urbane. Arsyeja është sepse sipas shkencëtarëve, ekspozimi ndaj këtyre grimcave ndalojnë aktivitetin e qelizave imunitare të quajtura makrofag. Ndërkaq në botime të ndryshme shkencore thuhet edhe në këto institucione ndërkombëtare që vdekjet për shkak të këtyre grimcave janë nga 4.2 deri në 8 milion. Varion sepse kanë vendosur interval, sepse në botime të ndryshme e gjen në vlera 4.2, 8, diku edhe më shumë, por unë kam vendosur këtë. Këtu tregohet se si indikatorë të ndryshëm të ajrit ndikojnë në problematikën e sëmundjeve të njerëzit, që janë shumë komplekse. Nuk po i përmend me radhë sepse pak a shumë i përmenda pak më parë. Tani çfarë ndodhi? Organizata Botërore e Shëndetësisë deri në vitin 2021 kishte vendosur si indikator për PM2.5-ën nivelin 10 mikrogram për metër kub. 10 mikrogram për metër kub. Gjithë këto botime të bëra nga shkencëtarët sigurisht u morën konsiderat nga ekipet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe thanë që indikatori për të quajtur një ajër i shëndetshëm duhet të jetë 2.5 në nivelet 5 mikrogram për metër kub, që është pothuajse shumë e vështirë për të realizuar. Shumë e vështirë është, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera. Dhe këtu kemi pak informacion në lidhje me këto gjithmonë janë shkencore, nuk janë të gazetave, që ndotja nga PM shkakton në botë 15% të vdekjeve që janë të lidhura me Covid-in. Covid ndotje. Kurse në Indi edhe në Kinë, që konsiderohen vende shumë të ndotur, arrin deri në 27%. Këtu më poshtë dua t'ju theksoj dhe këtë që kjo vlera 5 mikrogram për metër kub është mesatarja vjetore. Ata bëjnë matje gjithvjetore. Matje gjithvjetore. Dhe vetëm 3 deri në 4 ditë, nëse është deri në 15 mikrogram për metër kub, okay, quhet në rregull. Por po qeshe më shumë se 4 ditë, atëherë ti duhet ta mendosh veten që ekspozohesh ndaj një ajri, do me thënë që nesër pas nesër, mbas disa vitesh mund të kesh probleme të rënda. Tani, këtu është një informacion është marrë nga Instati, këto lidhur me vdekjet në këtë interval kohe, 2017 deri në 2022. Dhe sipas Instatit, në Shqipëri kanë vdekur 3.497 persona. Vdekje deri në fund të majit të 22. Ne kemi marrë mesataret 17, 18, 19, sepse po të vini re në 2022 në shpak më e madhe se 17, 18, 19, se janë Covid-i ende po vepronte. Normalisht, në qoftë se ne s'do kishim Covid, kjo vlera këtu duhet ishte pak më poshtë, duhet ishte në këto nivele, maksimumi 22.200. Por është 22.900, me i fjalë rreth të paktën rreth 700 në vitin 23, në 22 kanë vdekur nga Covid. Tani, vini re këtë në vitin 20, që si kemi këtë shtesë, tu kemi një shtesë. Dikush natyrshëm mund të thotë, po pse që nga Covid dhe nuk ndonjë arsye tjetër? Po sepse në të gjithë vitet që shikojmë, ne nuk shikojmë ndonjë faktor tjetër. Covid ishte një fenomen që u shfaq atëherë dhe ne kemi arsye të mjaftueshme të mendojmë që kjo rritje ka ardhur për shkak të Covidit. PPH, unë nuk di që të kemi patur ndonjë problem tjetër në vitet 20-21 që të kishim vdekshmëri për arsye të tjera përveç Covidit, vdekjet natyrale plus të Covidit. Dhe
nëse do të bëjmë diferencën ndërmjet mesatares të viteve 2017-19 me vitin 20 dhe 21, rezulton që vdekjet nga Covid në Shqipëri kanë qenë rreth 14.100 e 30 që janë aty. Dhe po t'i shtojmë dhe këtë të vitit 22 që unë nuk e kam paraqitur, që është rreth 8.900, janë rreth 15.000 të vdekur, pra është një vlerë 4 deri në 5 herë më e madhe se sa ajo që ne mendojmë që ka ndodhur nga Covid-i. Po. $17. Po? Po, prendem. Po. Ta lëm që të bëjmë komente më mbrapa më mirë, do me thënë vlerat që kemi marrë ne, kemi parë që 17, 18, 19 janë pothuajse të ngjashme. Pra, statistikisht, dikush që merret me statistikë mund të thotë që nuk ka ndryshime signifikative ndërmjet këtyre madhësive, që do të thotë që ajo është vlera natyrale e vdekshmërisë në Shqipëri. Vim në një situatë ku na shfaqet një fenomen i ri. Atëherë ne kemi arsye të mendojmë që është ky fenomen që ka shkaktuar këtë rritje. Dhe prandaj në 20-21 ishte Covid-i ai që u shfaq dhe ne mendojmë që kjo diferencë, nëse dikush mendon që ka ardhur nga ndonjë arsye tjetër, sigurisht unë do e vlerësoja që tani këtu janë ajo që më shqetësonte që e nisa në fillim lidhur me humbjen e jetës të një personi të afërt, shumë të afërt familjes time, lidhet me faktin se në Tiranë është shumë e zakonshme që ne ulemi pranë rrugëve, pranë kryqëzimeve, edhe pim kafen. Mund të rrim me orë të tëra, mund të rrim edhe me fëmijë, po të vini re. Këto foto janë te Fakulteti i Shkencave. Dhe mund të rrim me orë të tëra. Biles kam parë edhe nëna të reja me fëmijë me karrocën e dorës me një fëmijë që si ishte as 5 kg. Imagjinoni çfarë ekspozimi i bën fëmijës në këtë lloj mjedisi. Dhe këto janë matje të bëra në Tiranë në ditë të mirë, pa shi, në orën 8 kam filluar, kam mbaruar deri nga ora 10-11. Dhe po të vini re, me të ku që është niveli rekomanduar nga OBSH-ja, nivelet janë shumë shqetësuese. Nivelet janë, por të gjitha janë të bëra atje ku ulen njerëzit edhe rrinë. Sigurisht edhe mjedisi brenda përderisa ti hap derën e kështu, po atë, si thua, po atë cilësi të ajrit ka. Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte tek E88, duhet ishte verë, do me thënë qershor, kështu diçka e tillë, kishte vlerën më të lartë. Gjë që do e argumentojmë pse në këtë. Këto janë vlera të bëra, të matura, jo gjithvjetore. Këto janë vlera, si thua, shkon atje, bëj 5 matje, nxjerr një mesatare edhe e vendos këtu. Këto paraqesin këto. Se OBSH-ja thot për vlerat mesatare vjetore. Por ama, në asnjë rast, përveç rastit kur bie shi, unë nuk kam gjetur matje të cilat jenë brenda nivelit të OBSH-s. Në asnjë rast. Edhe në mëngjes, edhe në 3 mëngjesit, edhe në 4 mëngjesit. Nivelet janë të larta, do e shikojmë pak më poshtë. Këtu kam shkuar në një qendër tregtare dhe kam matur në nivele të ndryshme. Problemi atje është që makinat emetojnë. Problemi i pastrimit si është. Dhe shikoni çfarë nivelesh ka. PM 2.5. Te vendi ku ne paguajmë ishte 340 është ajo apo? Po, është 340.4. Te vendi ku ne paguajmë. Pas një ditë ishte po prap një çift me një fëmijë të vogël, po e mbanin dorë të shkonin. Në asnjë mënyrë, me fëmijën e vogël nuk duhet shkuar aty. Duhet rri një prind lart të mbaj fëmijën, të shkoj ta marr burrin, si më i fortë, edhe të ngjitet lart dhe pastaj të largohen nga ajo. Biles në për këto fëmijët unë do thosha, do rekomandoja që mos të jenë shumë frekuent
Këtu janë katet e ndryshme, deri kati 5, kati 6, është 20.6, 19.6, 19, nivele do thosha të pranueshme relativisht në krahasim me situatat e tjera që janë në kryqëzimet e rrugëve. Sigurisht kjo është edhe një, si thuash, po të kishim në një nga këto qendra tregtare, mënyrën se si pastrohet dhe ventilimi. Ventilimi është shumë i rëndësishëm. Tu është po prapë në një qendër tjetër tregtare, ku do me thënë arrin deri në 230. Ati ku bëra pagesën e atyre gjërave që bleva, ishte rreth 65. Në fund fare të supermarketit ishte 20.65. Meqense aty ku bëja pagesën ishte tamam përballë parkimit. Hapesh parkimi dhe punë 10 metrash. Tu tani kemi një fakt interesant. Këto mati janë bërë në shtëpinë time, në katin e 7, te komuna e Parisit. Shikoni këtu këtë. Vlera është 24.6. Është ora 12 e ditës, është 5 mars. Po në 5 mars, në orën 23:25, pasi ra shi, ishte rënë shi sa ulet niveli, 1.7. 3.4, 0.7, 0.6, këtu është në orën 00:34, këtu është në 2:35, pra në mëngjes. Kjo është në 4:26, kjo është në 7:01, kjo është në 7:30, 8:30, pastaj fillon dhe rritet, sepse fillon dhe rritet dhe qarkullimi i makinave. Shiu kishte pushuar, toka ishte tharë, asfalti, përpasoj këto grimcat fluktuonin përveç emisionit që shtonin makinat. Tani, një fenomen i rëndësishëm, një dukuri shumë e rëndësishme, në të gjitha ato mjedise ku kishte pemë të mbuluara edhe në anash godina, sasia e këtyre grimcave ishte shumë e madhe se në mjediset e hapura. Dhe për këtë shikoni, edhe këtu është sheshi Wilson, shikoni, tek Ministria e Financave, kemi Ministrinë e Financave në një krah pemë të mbuluara, në krahun tjetër kemi Parkun Rinia. Nivelet janë 30.6, 26, unë do i quaja pothuajse të barabarta. Pra nga pikpamja po them statistikore. Por është një çik ajo me të kuqe është tek Ministria e Financave më shumë, kurse kjo me ngjyrë bezh, nëse zgabojnë me ngjyrat, është në përballë Galeri Karta. Ka që është një disë. Koni tek kryeministri. Kurse 7.4, aty një Rognerit edhe kryeministri. Kurse tek midis parlamentit edhe kryeministrisë, vjet re që kemi problem 21.8. Pra vlera për gjysmohet edhe më shumë. Koni tek Bardezi ku domethënë unë isha interesuar ta merrja si informacion. Te Bardezi ne kemi vetëm një rrugë aty ku është piceria. Dhe sheshi Wilson ka 4 kalime. Normalisht, për shkak të fluksit shumë të madh te sheshi Wilson, ne duhet presim që të kemi vlera shumë të larta, sepse këtu ka vetëm një rrugë. Dhe shikoni, te Bardezi me të kuqe është nën pemë aty 82.8, kurse te sheshi Wilson që ka 4 fish më shumë makina, është 42.3, gjë që s'duhet ndodhte, duhet ishte e kundërt. Tani, shikoni këtu prap një fenomen interesant. Në periudhën e dimrit, te Bardezi ishte më e ulët sesa tek sheshi Wilson. Shiko, këtu është Bardezi. Është me 28 shkurt. Vegetacion nuk kishte. Pemët ishin si thua pa gjethe. Kështu që izolimi i mjedisit aty në raport me periudhat kur ka vegetacion është më i vogël. Kështu që vëmë re që me 28 ne te sheshi Wilson shisat lartë kemi. 67.37, këtu e kemi 25.02. Vim këtu me 28 prill që ka lindur vegetacioni, pra pemët janë mbushur me gjethe, dhe te sheshi Wilson e kemi më të vogël.
tek Bardezi, që është vetëm një rrugë, është më e lartë. Këtu, në 3 maj, pas shiut, po thuajse janë barabarta, po e quajmë. Pra shiu i nivelon, i barazon. Në 5 maj nuk ka shi, këtu është tek sheshi Wilson më i vogël, këtu është Bardezi më e lartë. Me 12 maj në orën 3 mëngjesit, janë pothuajse të barabarta, s'kishte makinë. Kështu që janë pothuajse të barabarta. Me 12 maj, po prap në orën 2:24, po prap ajo situatë 32.2 të sheshi Wilson, të Bardezi vlerë më e lartë. Dhe në 10 si bie qershor, janë pothuajse të barabarta. Se, është duke rënë shi. Tani, to janë rezultate të marra nga ora 3 mëngjesit, ose 2 mëngjesit, 3 mëngjesit më duket, po, 3 deri në 5. 12 maj i 22. Makina kishte po kurse si aq sa çka gjatë ditës. Kishte, dhe vini re, te Komuna Parisit, 25.2, poshtë te shtëpia ime. Te 21 dhjetori, 31.7. Te sheshi Shqiponja, 32. Pallati me shigjeta kishte vlerën më të lartë, ndoshta i mbikalimi aty, fluksi makinave që edhe poshtë e lartë, domethënë bën që ndoshta edhe ndërtimet mund të jenë një arsye që te Zogu Zi në Laprak 51.1, te Zogu Zi 41.6, tek shumë e radhë, pra shikoni vlera te Estrada edhe te Fakulteti i Shkencave, kemi meqense aty punojmë edhe gjithmonë e masim, edhe tek Estrada ishte më pak, edhe vazhdojmë këtu deri te sheshi Wilson, prap to vlera, rruga e Dibrës, edhe farmacia 10 ka vlera të larta. Tani, to janë bërë me 18 korrik të vitit që kaloi. Në fakt, po debatoja me një koleg nga parlamenti edhe po i thoja këtë shqetësim, ai se pranonte, edhe unë sa zbrita nga fakulteti, te stacionit i autobusit, bëj matjet. Sigurisht janë vlera të ndryshme, sepse në varësi edhe nga fluksi makinave, po shiko, 98.5, 109.6, te stacioni i autobusit, hypa në autobus. Tu ndesha një fenomen shumë interesant që sa rëndësi ka kjo edhe për shëndetin e njeriut. Makinat sa kishin filluar të ndisnin kondicionerët. Dhe ky është pastaj del një përfundim që ne kondicionerët në shtëpi duhet her pas here t'ja undrojmë ato filtre. Sepse kur ngopen ato, pastaj çfarë është jashtë futet brenda, futet me temperaturë më të ulët, por përbërja është e ngjashme. Kështu që u çudita dhe bëra disa matje, mund kem bërë 10 matje, këtu kam paraqitur vetëm këto 4.6, 3.8, 3.4, vlerat që janë të rekomanduara nga OBSH-ja. Pse? Filtrat e kondicionerit ishin të rinj, sa ishin vënë në punë, kështu që sigurisht ndoshta në fund sezonit ato mund të ngopeshin edhe nuk do e kishin më këtë efekt, por janë vlerat ashtu. Kuptohet që unë jam në autobus, sepse shikoni këto që janë pjesë të autobusit. Këtu kam bërë ca matje në Bog. Boga është fantastik, besoj e keni parë, domethënë do ju rekomandoja shumë ta vizitoni, veçanërisht në periudhën e dimrit, po në çdo periudhë është një gjë e bukur. Shikoni çfarë rezultatesh kam marrë. Dikush mund të thotë, "Ore, edhe në Bog nuk janë post. Ka një fenomen, kur bie shi dhe kur është ka dëbor, 70 deri në 80% e vlerës është për shkak të grimcave fikrave të ujit ose të grimcave të vogla të ngurta të dëborës. Aparati i lexon ato, nuk dallon vjen nga makina apo aty ku kalon një grimc, ai pam e mat. Punon me lazer. E mat atë, dhe ai ka matur. Pra, këto vlera duhen pjesëtuar me pesë që të tregojnë vlerën reale. Dhe jemi brenda po 20%. 20% janë. Tu prap ka matur në shtëpi, 27 shkurt, ka qenë shi, mbas shiut, por ishte edhe ditë e diel.
ishte ditë e diel. Dhe shikoni çfarë vleras, 1.2, 3, 1.2 janë vlera që janë të shëndetshme. Sigurisht ne do të uronim e do të donim që perëndiat na hidhte shi një herë në 2-3 ditë, por se kemi në dorë këtë gjë. Atë që kemi në dorë është të gjejmë ato mekanizma, ato mjete si ta kufizojmë, ta ulim këtë vlerë. Po për këtë sigurisht duhet kontributit gjithëve, i politikë bërësve dhe i komunitetit. Ne shkojmë me makinë kudo, për çdo gjë, 200 metra, 300 metra, 500 metra, ne hypim makinës që lëvizim. Duhet patjetër të ndryshojmë mënyrën e sjelljes në përdorimin e makinave. Njëkohësisht shumë e rëndësishme është pastaj teknologjia e pastrimit. Vini re këtu. Këtu jemi para presidencës. Të pamje e gjenë rëndom. E gjenë rëndom në pastrimin e Tiranës. Unë kam bërë matje, isha ullur në lokal të Bardhëzi dhe bëra matje. Dha një vlerë, më duket rreth 60, 2.5. Doli pastrusja e lokalit dhe po pastron aty. Bëra matje për një herë, u rrit 3 herë, shkoj 240. Pra, cilësia e pastrimit, përdorimi aspiratorëve, përdorimi ujit të bollshëm, për larjen e rrugëve, jo për spërkatjen e rrugëve. Jo për spërkatjen e rrugëve, sepse ne i spërkasim me ato autobotët. Ajo thahet dhe po prap aty është pastaj. Për një moment sa thahet, sigurisht ulet si vlerë. Por ajo vazhdon pastaj. Problemi aty mbetet. Bota përgjithsisht herët në mëngjes përdor sasi të madhe ujë që bën shplarjen, i largon pastaj ato ujëra sigurisht i përpunon, sepse një pjesë e këtyre substancave janë të mbetje të rrezikshme, por kjo do ishte. Këtu është në një afër Vasil Shantos, Universiteti Politeknik, ka një aparat stacionar dhe e ka lënë filtrin 2 ditë. 3 ditë, më falni. Po aparati punon çdo gjysmore. Me fjalë janë 36 orë që ai ka punuar, nga 4 ditë. Nga 3 ditë, 36 orë. Kjo nuk është PM2.5, apo është PM10. Pra grimca me përmasa 10 mikrometra është aty. Dhe shikoni çfarë, besoj edhe në shtëpitë tuaja ju keni parë kur pastron nikoqiret ose ndonjëherë ne kur marrim ndonjë leckë bëjmë re që ajo është e zezë aty. Dhe janë pikërisht këto grimca që vijnë për shkak të emisionit makinave që futen në shtëpitë tona edhe. Edhe një diçka tjetër do rekomandoja se profesori e përmendi që parë kur po futesha këtu, shtëpitë të hapen në ora 5-6 të mëngjesit. Në mënyrë që edhe pastaj mbylleni, a ka mundësi hermetikisht, mos i hapni më vonë, sepse do ju futet ajër i ndotur. Ose sigurisht hapen kur bie shi. Kur bie shi hape sepse nuk ka probleme profesor Neritani, që parë më përmendi. Tash i lidhur me përfundimet, to janë të njohura, nuk është se ne, si thuash, bëjmë një rekomandim të ri, por ndryshimi i teknologjisë pastrimit, përmirësimi i cilësisë transportit publik, që njerëzit jenë të interesuar të përdorin transportin publik, përmirësimi infrastrukturës rrugore, që të kemi sa më pak bllokime, janë faktorë që ndihmojnë për këtë. Faleminderit kaq. Se ka ndonjë pyetje, zonja që ishte këtu, apo ka ikur, ndoshta ka pas një mbledhje. Ja, e ka. Unë nuk kam matur në qytet tjetër, por ka të tjerë që kanë matur dhe më thonë që Korça, veçanërisht në periudhën e dimrit, që është e arsyeshme, është problematike. Dhe besoj kur keni vizituar Korçën, për shkak të mjeteve ngrose që ato përdorin, shkakton emision të ashtu. Në Bog, këtu se paraqita, por aty kishte një oxhak dhe unë bëra matje në restorant brenda dhe jashtë. Ishte rritur goxha niveli. Pra në restorant brenda, për shkak të
të zjarrit që ishte aty brenda, edhe ndonjëherë kur ndizen edhe kështu me shpërthim, si të thuash, kishte nivele të larta, mbi atë të rekomanduar nga OBSH-ja. Por qytetet si Durrësi, Fieri, Tirana, sigurisht kanë probleme. Elbasani ka dhe problemin e fabrikës që ka aty, nuk e di nëse punon fabrika e cimentos, por edhe incineratori është një problem shumë i madh aty, pavarësisht se mos ta prekim punën e incineratorëve, sepse të paktën kur isha në politikë kam thënë që nuk duhet i ndërtojmë ato. Profesor Kledi, më falë doktor, ja doktori Kledi se... Profesor, ju falenderoj për prezantimin, ne jemi nga Kelersheja, se nuk na njohin. Desha vetëm në momentin e fundit tek rekomandimet. E kam formë pyetje, po dhe ndoshta do ju rritë edhe më shumë vlera studimit. Ato rekomandimet, a duhet kishin adresim? Dhe keni pas pengesë që nuk keni adresuar të paktën për të drejtuar adresimin gishtin institucioneve përkatëse, se kush mund të ndikoj në përmirësimin e kësaj gjendje që do ishte një gjë e mirë për përmirësimin e jetës dhe shëndetit të qytetarëve të Tiranës, po kështu dhe në gjithë vendin tonë, po do ishte një satisfaksion ose një adresim që do jepte më studimit, më vlerë. Ndoshta në kuadrin e akademisë edhe mund ta bëjmë këtë gjë. Unë ju falenderoj. Duhet kemi të qartë një gjë. Ky problem nuk është problem Tirane. Ky është problem global. Ky nuk është problemi një kryetari bashkie. Ky është problemi një sër, domethënë që Tirana ka këto probleme në lidhje me trafikun, në lidhje me bllokimin e korrenteve të erave, sepse për fat të keq kur vjen puna që bëhen ndërtime nuk merret ai gjeografi, ai eksperti mjedisit që thot korrentet e erave çfarë drejtimi kanë? Ku duhet vendoset pallati? Ne e kemi izoluar, e kemi bërë Tiranën një si thuash, kemi ngritur një mur dhe nuk ka lëvizje, nuk ka korrente. Unë mbaj mend kur kam qenë fëmijë, Tirana ka qenë shumë me amplitudë shumë të madhe. Kurse tani amplituda, diferenca e temperaturave në darkë me atë në drek nuk ndryshon aq shumë sa që ndryshonte përpara. Kishte korrente erash, tash nuk ke. Dhe veçanërisht në periudhën e dimrit, kur ndodh problemi i inversionit, jo konversionit, ndodh që bllokohet edhe kemi domethënë një lloj mbytje të mund të Kledi është po Kledi e kush apo ishte po. Faleminderit profesor. Unë e ndjej veten shumë të kënaqur të jem pjesë e këtij auditori që u dëgjoj sot. Gjithë prezantimi shpreh qartë shkallën e ndotis në Shqipëri. Po ju e thatë shumë mirë që qasja këtu do të jetë gjithë përfshirëse, nuk është qasje që përket vetëm sektori dhe që tepër ndërgjegjësimi i popullatës mbetet fokusi kryesor. Vitën parë kam qenë drejtori i Institutit Shënoptik edhe kur u doj që Priska. Që tymi i hirit dhe sasitë më dha të hirit hedhura nga era në ato ishin në masa marramendse. Dhe shifrat besoj të 2.5 ka qenë shumë të larta. Mesazhi këtu që dhe kurbat tregojnë qartë që një rritje e vdekshmërisë nga viti 2020, 2022, këto shpjegojnë vetëm me dy fenomene, epidemitë dhe luftrat. Por që aty del shumë qartë dhe grafiku e tregon shumë bukur që rritja e vdekshmërisë shpjegohet vetëm Covidit, shoqëruar që edhe me efekte të tjera pasoja të Covidit. Aty ne shohim që një fenomen tjetër që çfarë mund të bëjmë. Vazhdimisht u themi prindërve, kur din mos i mani fëmijët në karroca. Merri fëmijët në krah. Dhe që edhe sa më pak të rrinë në përbare. Sa më pak të rrinë përbare. Edhe kafe tani janë bërë edhe kështu në këto corner gjithë, edhe ndodhja është e lartë. Por edhe në Këshillin Bashkiak që mund të bëhet, të ndalohet në mënyrë absolute fshirja e Tiranës me fshes. Efekti i fshirjes
me fshes është thuajse zero përveç efekteve negative shëndetësore që shkaqe njerëzit, ngritja e pluhurit në lartësi, hyrja e pluhurit në brendësi të dhomave, edhe ambisat duhet ta lajnë prap atë veshjen nesër plus edhe ndodhen ajrore. Në disa vite më parë ne morëm studim dhe pam vlerësimet e vdekshmërisë nga OBSH-ja. Dhe pam që 38.6 për 100.000 banor në Shqipëri vdekjet i dedikohen vetëm ndotjes së mjedisit. Dhe kjo tregon, këto janë vlerat estimate, vlera, ne nuk e di me saksi se sa është, apo të marra nga OBSH-ja. Ju tha shumë qartë që përdorimi i drurit në Korçë, po Gradeston gjatë dimrit rritet. Por në Elbasan të shkosh mas ditë mas orës 7 darkës, po fillon venja në punë e kurumit, është me njërë të ndihet se i lidhur me gjithë tjera. Pra duhet që ajo parulla BSH-s dhe thonë që think globally pa act locally, duhet zë vend në gjithë popullatën shqiptare, ke njerëzit, ke pushteti lokal, ke politika e gjithë tjera. Duhet masa gjithë përfshirëse pra. Është një sfidë për njerëzimin dhe për neve, që fyllëzimin në Shqipëri neve e kemi lënë në mëshirë të fatit, në kuptimin dhe aksionit janë të pakta. Ka përpjekje, aksionit të pakta. Unë faleminderit shumë sepse e gjeta veten shumë në këtë prezantim. Kjo është një thirrje për botën akademike, shkencore, por edhe për politikën përgjithësi, për të dhënë ndihmë popullatës apo vendin tonë dhe brezave të ashtë. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Doktor, është. Atëherë unë desha të përgëzoj për këtë studim, është vërtet një gjë e rëndësishme. Kemi një pasqyrë tashmë të qartë se çfarë ndodh me ndotjen e ambientit. Por unë desha të them këtë që ne duhet të lidhim këto grimca, të cilat ne nuk i shohim, nuk i ndjejmë, më thellë pak përket smundshmërisë. Do thënë, problem statistika, sa i kemi të besueshme, ky është problemi. Pasohet në ambientet të brendshme, me aerosolet, ambientet të mbyllur. Do thënë, ne në vendimin tim nuk mund ta lidhim direkt hapjen e produktit në ambientet e jashtme, por në mënyrë indirekte. Do thënë, këto grimca japin dëmtime në rrugët e frymarit. Dhe dëmtimet e aparatit të frymarrjes, edhe indirekt, edhe të sistemit kardiovaskular, predispozojnë për një prekje më të rëndë të vitit. Por unë do të nënvizoj një problem tjetër i cili edhe në botë akoma nuk është prekur si duhet. Do ndikimi i këtyre grimcave në smundjet tumorale. Radh parë dhe smundjet e tjera që prekin fertilitetin, riprodhueshmërinë dhe ka shumë probleme të cilat nuk janë kapur akoma si duhet. Pra ne kemi shumë probleme shëndetësore, çfarë të them, të tjera shumë të rëndësishme, dhe jo vetëm kanë bëjnë direkt me smundjet infektive, me virusit, kanë bëjnë direkt me smundjet tumorale, astma, bronkitet, alergjit, smundjet endokrine, autoimune, të cilat janë akoma të pastudiura mirë në botë, por që lidhen me këtë. Prandaj ky është një problem shumë i rëndësishëm, cilat duhet që politika të sensibilizohet edhe të përcaktohen masa direkte dhe me afate, si duhet bëhet për. Doktor, më fal. Një pyetje të fundit kisha për ta sqaruar tani kur masni PM 2.5 përfshin dhe ato 10-a? Jo, janë të ndara. Pra matet njëshi, 2.5-ën e përdorim se OBSH-ja kësa i referohet në shumicën e rasteve, matet 4 mikrometër, matet 10-a dhe total, pastaj totali. Pra aparati mat 5 parametra. Pra ai është i tillë i ndërtuar që diferencon nivelet e grimcave në varësi nga përmasat. Kështu që është, por ajo që thatë ju në lidhje me që në botë, kur në botë nuk ka studime që them unë prap ka në ca vende, këtu tek ne problemi më i madh, kjo është një fushë që mund bëhen studime pafund dhe mund nxirren përfundime shumë të dobishme, qoftë për politikën, qoftë për njerëzit, qoftë për mirë. Studime që tamam të tregoj ore vdekshmëria nga kjo smundje, në këtë zonë të Tiranës që e kemi nivelin e ndotjes kaq. Sa është gjatë 20 vjetëve? Po tjetë ky informacion, do ishin statistika fantastike dhe përfundime shumë të dobishme për shoqërinë tonë. Por për fat të keq,
përtej politikës edhe institucionet që merren me këtë, Instituti i Shëndetit Publik ose tjetri, ose i mbajnë sekret, ose nuk i ekspozojnë, ose nuk i bëjnë. Domethënë se po t'jen këto statistika mund të gjendet të bëhet një korelacion ndërmjet smundjeve të ndryshme dhe cilësisë e ajrit. Por mungojnë dhe të dhënat për cilësinë e ajrit. Se këto janë sondazhe, këto nuk janë vlera mesatare gjithvjetore. Bota këto i bën normalisht që të bëhet një rezultat i besueshëm për një muaj duhet të jetë 17 deri 22 ditë. Matje të vazhdueshme. Bota i bën 30 ditë, 31 ditë, i mat të gjitha. Këto janë sondazhe të bëra në kohë të ndryshme që tregojnë që PM 2.5 asnjëherë s'është poshtë 5-s përveç se kur bie shi. Dhe kjo na bën të mendojmë që kështu ndodh gjatë gjithë vitit. Profesor Dimitri. Varet nga lloji i maskës, profesor, ja doktori është aty. Po në këto studimet që në ato 100 artikuj që kam lexuar, rezulton që ka efekt. Kështu, e thon, domethënë që rezulton që ka efekt. Po, jo, nuk ashtu, po ka efekt. Profesor Florian. Një pyetje. Deri në shtim, pas që vakcinë grafike, midis koncentrimit edhe Covid-it. Doktori, po theksoj, po shpjegim në fenomen, pse ndodh, shpjegim teorik, kas në gjuhën e shkencave tona. Kemi ndërtuar kurbën eksperimentale, po shpjegohet teorikisht jo? Si shpjegohet kjo influencë nëse ekziston të shumë e po diku atyre dhe Covid. Po. A studime për këtë çështje? Diku aty thuhet që dëmtojnë qeliza të caktuara që kanë të bëjnë me imunitetin e organizmit që i quajnë makrofag. Këtu biologët mund të na ndihmojnë për këtë. Pra dëmtohet kapaciteti mbrojtës i organizëm nga ndotja e ajrit. Dhe pastaj kur vjen viroza, ato nuk janë ushtar që mund ta luftojnë virusin, po janë njëri me një këmbë, tjetri pa duar e kështu edhe nuk e pra zvoglohet kapaciteti mbrojtës i organizmit për shkak të dëmtimit që psojnë këto qeliza. Paktën në këto artikuj që kam lexuar unë kështu thuhet. Profesor, shumë faleminderit për prezantimin. Ishte një prezantim shumë interesant, informues dhe sensibilizues njëkohësisht. Unë doja vetëm shkurtimisht ndaj një eksperiencë në lidhje me informacionin që kam nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit në lidhje me grimcat duke filluar nga PM1 deri tek PM10. Shpërndarja e tyre edhe për të plotësuar pyetjen se si është kjo situatë në rrethet të ndryshme, bazuar mbi Durrësin dhe Florën, situata duket shumë më e mirë, pra 10 herë pothuajse më e ulët krahasuar me zonën e Korçës, jo vetëm për shkak të vendodhjes gjeografike, por njëkohësisht edhe për shkak të temperaturave vjetore, të cilat janë më të larta në këto dy qytete, gjithmonë krahasuar me Korçën ku përmbajtja e këtyre grimcave shumë e lartë për shkak të pozitës gjeografike, por mungesës së korrenteve gjatë kohës dimrit dhe temperaturës ulës vjetore. Kështu që kjo është arsyeja e ndotjes, por duhet marrë parasysh edhe pjesa e korrenteve ajrore, të cilat shkaktohen shpesh edhe nga pozicioni gjeografik. Faleminderit. Eltoni OSBE. Përshëndetje, për gëzimin profesor dhe nga ime, unë kam marrë në kapacitet personale sot, pavarësisht që ti prezantove nga OSBE-ja, po unë pash me interes pjesën e matjes, do më thënë, poshtë PMV dhe pjesën e hapësirës hapur, se open air që the. Dhe kjo bie domethënë ndesh me politikën në kuptimin e mbjelljes së PMV ose duke dinë zonat caktuara ku ka të paktë përqendrim më të madh të makinave ose në një kyçe. Mbas se do ishte politik më e zgjuar për bashkitë që në ato zona vërtet që përqendrimi është më i lartë,
Po, sigurisht. Ose edhe- çfarë lloj peme për shembull. Ose pak- duhen bërë krahasitje. Do me thënë kjo kurora që ne na pëlqen se bëhet hije e tjerë, praktikisht e ka këtë efekt. Dhe bashkia duke patur këtë lloj informacioni, unë do thosha që ata duhet që t'i krahasisin pemët në mënyrë që mos të pengojnë korrentet e erave për të bërë një lloj rehabilitimi, se e keqja ikën që aty shkon një vend tjetër, po hollohet, si thua. Bëhet një hollim i këtyre grimcave. Atëherë, nëse nuk ka, ju falenderoj që ju mora kohën që e keni shumë të çmuar. Edhe miru takofsh. Faleminderit.